Faleminderit, nënkrytar. Edhe grupi parlamentar i Lëvizjes Vendosje e ka shqyrtuar dhe trajtuar dhe do të japim vlerësimet tona, duke përfshirë këtu edhe kontributin tonë që do ta japim në komision dhe në grupin punues për këtë projekt ligj. Por sidoqoftë, një gjë që kemi vërejtur edhe bashkë me kolegët e tjerë në Komisionin për Siguri dhe që ne ndoshta do duhej që të kishim spaku kontributin e qeverisë në sqarim për këtë çështje, është se në këtë projekt ligj, i cili është projekt ligj për pajisje me armë dhe municion për institucionet e autorizuara shtetërore të sigurisë, nga qeveria nuk parashifet edhe FSK-ja si institucion i autorizuar shtetëror për siguri. Normalisht se e kemi konsultuar gjithë infrastrukturën ligjore të Kosovës, duke përfshirë edhe FSK-n, duke përfshirë edhe Kushtetutën. Pra edhe në Kushtetutë, Forca e Sigurisë Kosovës është një institucion i sigurisë Kosovës, edhe në ligjin për FSK-n e kemi konsultuar, dhe po ashtu edhe në ligje tjera, duke i parë të gjitha këto trajtimet çfarë i bën FSK-s, duke parë edhe në ligjin për FSK-n, e cila në këtë rast thirret në pakën e atysarit, nga e cila pako do duhet që të dilnim pas 5 viteve të miratimit të asaj pakos, pra në shikimin e kësaj pakoje që ka ndodhur, ose dashur të ndodhur në qershor të vitit kaluar, akoma qeveria e Kosovës, edhe me këto dy projekt ligje, po i tham dy për shkak se edhe ligji i pasues e trajton parafrasisht njëjtën çështje të njëjtës natyrë, qeveria e Kosovës nuk e ka parapo FSK-n si institucion i autorizuar shtetëror i sigurisë në Kosovë. Në grupin punues do ta kemi një ndër çështjet, nëse jo kryesore, një ndër çështjet trajtimin e kësaj çështje, dhe mendoj që do të duhej që se paku 5 vite pas planet e Tisarit, Forca e Sigurisë Kosovës do të duhej të ishte e trajtuar ashtu siç është e trajtuar në Kushtetutë, por edhe përtej saj si institucion i autorizuar i sigurisë në Kosovë. Kështu që mendoj që përfshirja e FSK-s në këtë ligj do të jetë pothuajse e domosdoshme. Presim ndoshta përveç sqarimit edhe kontributin e hartuesve të këtij projekt ligji, dhe mendoj që tashmë është koha që të jetë përfshirë, për shkak se edhe në ligjin pasues, ku do ta kemi në projekt ligjin pasues, mas kësaj pike do ta kemi edhe në trajtimin ton, e njëjtë në mënyrë është trajtuar, është përjashtuar këtë rast Forca e Sigurisë Kosovës si forcë e autorizuar sigurisë. Përveç kësaj, në tërësi, projekt ligji e kemi trajtuar dhe do ta mbështesim në parim, duke të qenë aktiv dhe të kujdesshëm në ato që çfarë do të amandamentojmë për të miratuar edhe në leximin e dytë. Faleminderit.